Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Speci djegës të shpëtoni jetën. 3 arsyet pse duhet ta konsumoni çdo javë. Speci kuq djegës është një produkt shumë i përdorur në kuzhinat tona pasi që është i pasur me shumë vitamina dhe u jep shije të mirë ushqimeve, për cilat janë përfitimet që do të merrni nga ky produkt. Piperi i kuq ose speci i kuq djegës është jashtëzakonisht i dobishëm për problemet e rrjedhjes së undëve dhe lëndime të tjera të cilat shoqërohen me rrjedhje të pakufizuara. Mënyra se si mund të mbroheni në këto raste është duke vendosur piperin e kuq në vendin ku keni probleme, dhe kështu do të lehtësoni edhe këtë shqetësim. Atë mund ta përdorni në kombinim edhe me alkoolin për të lehtësuar edhe muskujt tuaj të kontraktuar. Përveç ndalimit të këtij problemi, ai është një produkt shumë i mirë edhe kundër shqetësimeve në zemër dhe parandalon sëmundje të tjera kardiovaskulare. Do të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të arteriosklerozës, e cila më vonë mund të çojë gjithashtu në probleme të theksuara të shëndetit. Speci i kuq djegës është një erëzë popullore në botë e cila mund të përdoren në receta të larmishme dhe të shijshme. Speci i djegës mund të gjenden në forma të tyre të plota ose në formë pluri, siç është edhe piperi i djegës. Përveç plotësimit të shijes në shumë gatime, piperi i djegës përdoren në shumë prej mjekimeve popullore më në zë të botës. Nxehtësia përvoluese e kësaj erëze i atribuohet një përbërësi aktiv që njihet si kapsaicina. Kjo e fundit ofron edhe shumë vlera të rëndësishme shëndetësore. Kapsaicina përmban edhe vitaminën C, vitaminën A, B6, E si dhe kalium, mangan, bakër, hekur dhe antioksidant, por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i speci djegës. Lehtëson dhimbjet e kyçeve dhe të muskujve. Kapsaicina parandalon aktivizimin e transmetimeve nervore të dhimbjeve dhe është shumë efektive kundër dhimbjeve të kyçeve dhe të muskujve. Brightside udhëzon të përzieni gjysmë lugë çaj me spec djegës të bluar në 2 deri në 3 lugë çaj me vaj ulliri të ngrohtë ose vaj të arrës së kokosit. Vendosni pomadën mbi kyçe ose në muskuj që keni dhimbje dhe e mbani atë mbi 20 minuta. Më pas e shplani me ujë të rrjedhshëm të ngrohtë për të evituar edhe problemin. Ai është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër mpiksjes së gjakut. Kapsaicina shërben si antioksidant i fuqishëm dhe zgjeron enët e gjakut. Përzieni gjysmë lugë çaj me spec djegës pluhur në një gotë me ujë të ngrohtë. Shtoni 2 lugë gjedhe me uthull molle të pafiltruar dhe 1 lugë gjedhe me mjaltë. Pijeni këtë të paktën 2 herë në ditë. Speci i djegës është një zgjidhje shumë e mirë kundër mbipeshës. Kapsaicin ul oreksin dhe ju ndihmon të arrini objektivet tuaja për të shmangur mbipeshën. Piperi i djegës në të rësi ndihmon trupin të djegë yndyrnat sa më shpejt dhe të përmirësojë tretjen. Shtoni një gjysmë lugë piper djegës në lëngun e preferuar të mëngjesit për të mposhtur urinë dhe për të djegur kaloritë. Ai është një produkt shumë i mirë në pastrimin e organizmit. Piperi i djegës ose speci i plot shërben për pastrimin e organizmit nga toksinat dhe radikalet e lira. Detoksifikimi shërben edhe mëlçin dhe tëmthin për të nxjerrë jashtë të gjitha substancat e dëmshme. Përzieni lëngun e një limoni, gjysmë lugë çaj me piper djegës të kuq dhe mjalt në një gotë me ujë. Pijeni esëll çdo ditë për 1 javë dhe përsëriteni këtë recetë pas 1 muaji. Ai është një zgjidhje shumë e mirë edhe kundër acarimeve të fytit. Në një gotë me ujë të ngrohtë, hidhni 1 lugë gjedhe me piper djegës dhe bëni gargar 3 deri në 4 herë në ditë derisa acarimet dhe dhimbjet e fytit jenë larguar. Piperi i djegës ndihmon në largimin e inflamacionit dhe zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër dhimbjeve të kokës. Piperi i djegës rekomandohet për dhimbjet e kokës të shkaktuar nga tensioni dhe jo vetëm. Ata që vuajnë nga migrena mund të largojnë dhimbjet duke konsumuar piper djegës. Kapsaicina mpin sinjale nervore të dhimbjes dhe fuqizon qarkullimin e gjakut në tru. Është një zgjidhje shumë e mirë kundër ftohjes. Përzieni 1 maj luge me piper djegës dhe xhenxhefil të grirë. Shtoni nga 1 lugë gjedhe me mjaltë dhe uthull të pafiltruar si dhe gjysmë gote me ujë të ngrohtë. Këtë recetë duhet ta pini 2 herë në ditë dhe shëroheni më shpejt nga e ftohura. Ai është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të psoriazës.
Aplikimi në lëkurë i kapsaicinës është shumë efikas kundër psoriazës dhe kruajtjeve shoqëruese. Për më tepër, kjo substancë parandalon infeksione dhe lufton mikrobet. Kundër psoriazës rekomandohet aplikimi i kremrave me bazë kapsaicin dhe jo pluhur dhe piper djegës. Ai është një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin dentar. Piperi djegës shuan dhimbjet dhe entjen e mishrave të dhëmbëve. Ai stimulon prodhimin e përshtymes, trajton erën e keqe dhe përtharjen e gojës. Ju mund të fërkoni mishrat dhe dhëmbët me piper djegës 2 ose 3 herë në javë për të shmangur këtë shqetësim. Cilësia e mirë e piperit të kuq djegës mund të ofrojë antioksidant të fuqishëm për organizmin. Piperi i kuq djegës ose speci i kuq djegës është një erëzë mirëbërëse e cila ndihmon organizmin të mbrohet nga shumë komplikacione. Së fundmi është zbuluar se speci i kuq djegës ndihmon trupin të luftojë inflamacionin dhe sëmundjet të përgjithshme, por edhe problemet autoimunitare dhe disa lloje të qelizave të dëmshme. Cilësia më e mirë e specit të kuq djegës gjendet te antioksidantët që kjo erëzë ofron, që i ka edhe në nivele të larta. Në të njëjtën mënyrë si shumë prej ushqimeve dhe erëzave të pasur me ushqyes, piperi i kuq djegës ka aftësinë të rregullojë nivelin e sheqerit në gjak dhe të lehtësojë gjithashtu luhatjet e tij. Për shkak të sasive domethënëse të antioksidantëve, piperi i kuq djegës mbron syt nga shumë probleme. Kjo erëzë përmban gjithashtu vitaminën A, lutein dhe zeakanthin, të cilat njihen edhe fal antioksidantëve të fuqishëm. Piperi i kuq djegës ndes shqisat, por ai mban edhe zemrën dhe të gjithë sistemin kardiovaskular në formë optimale. Piperin e kuq djegës mund ta përgatisni shumë lehtë në shtëpi. Përbërësit që u duhen janë 15 speca djegës dhe 15 speca të kuq. Piperi i kuq djegës vjen nga speci që mban emrin botanik Capsaicum. Piperin mund ta përgatisni me speca djegës ose speca të kuq që kanë një shije më të butë, dhe kështu vlerat që do t'i ofrojnë organizmit tuaj do ta kthejnë atë në një nga aleatët më të mirë për shëndetin. Piperi i kuq djegës është një nga përbërësit më të përdorur në kuzhinë dhe mjaft gatime të ndryshme. Disa nga personat e preferojnë ta konsumojnë atë në produktet e dimrit, por gjithashtu edhe në gatimet e tyre të shijshme. Ai është i pasur plot me vitamina të ndryshme dhe minerale të tilla si vitamina C, B6, mangan, flavonoide. Piperi i kuq është jashtëzakonisht i dobishëm për hemorragjit nga unda ose lëndime të tjera, të cilat shoqërohen me probleme lokale, pasi në sistem piperi i kuq ka aftësi shumë të rëndësishme. Mënyra se si mbroheni do ta bëjë atë një nga produktet më të veçanta për shëndetin tuaj të përgjithshëm. Nëse piperi i kuq djegës shtohet në ushqimet tuaja duke mos u tepruar, mund të jetë i mirë për organizmin, pasi ofron disa të mira shëndetësore. Piperi i kuq djegës përmban pak protein, por pak karbohidrate dhe pak yndyrna. Për 45 gram nga ky lloj piperi do të gjeni 72% të nevojës ditore që organizmi i njeriut ka për vitaminën C, 13% të nevojës ditore për vitaminën B6, 5% të vitaminës K, citon Healthline. Kjo do të thotë se speca djegës përmbajnë një sasi të madhe të vitaminës C, pasi këta speca bluhen dhe bëhen piper përmbajnë më shumë se sa vitaminat të cilat janë esenciale për shëndetin e njeriut. Capsaicin që gjendet te speci i kuq djegës do ta bëjë atë një nga produktet më të veçanta ushqyese, i cili asesi nuk duhet të mungojë në dietat tuaja. Speci i kuq djegës është një zgjidhje shumë e fuqishme ushqyese, e cila duhet të jetë pjesë e pandare e dietave tuaja. Nëse doni që ta përdorni atë në dietën tuaj dhe nëse vuani nga shqetësime të ndryshme, konsultoni më parë me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.